shkolla shkruar në 68-ën, është shkolla më e mirë bujqësore në Shqipëri, ka pasur një histori shumë të lavdishme, si më thënë për këtë pjesë, dhe sigurisht që mbështetja nga anabashkisë është e madhe. Duhet të kemi feedback, gjithë eksperiencë që ambasada izraelite dhe agjencia ka sjellë ne të marrim për ta implementuar sidomos tek SHPP dhe tek fermerët tanë. Sa i përket sidomos pjesës së serave që janë me kapacitete të larta. I nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti ministër i bujqësisë zoti Andi Salla, e nderuar ambasadore e shtetit të Izraelit në Shqipëri, të nderuar të gjithë të pranishmit partner të shkollës SAN, përfaqësues të institucioneve, mësues, nxënës, fermer, ju uroj mirëseardhje në shkollën e mesme profesionale bujqësore Miar Shahini. Unë jam Amelia, nxënëse në vitin e dytë në degën e mjekësisë veterinare. Duam të shprehim mirënjohjen tonë të thellë ndaj ambasadës së shtetit të Izraelit, Mashavit, qeverisë shqiptare, institucioneve partnere dhe të gjithë mbështetësve që kanë kontribuar në realizimin e këtij projekti shumë madhështor, i cili përfaqëson një hap të madh drejt zhvillimit të arsimit profesional dhe gjithashtu drejt zhvillimit të bujqësisë së qëndrueshme, jo vetëm në shkollën tonë, por në të gjithë Shqipërinë. Është privilegj të ju mirëpresim sot në shkollë, në një institucion me histori, traditë dhe kontribut të çmuar në arsimin profesional shqiptar. Kjo ditë shënon një moment të veçantë pasi prania juaj përfaqëson një vlerësim të lartë për rolin që arsimi profesional zë në zhvillimin ekonomik, rural dhe social të vendit tonë. E themeluar që në vitin 1968, shkolla jonë mbart një traditë të pasur në formimin profesional të brezave të rinj në profile të specializuara në fushat e bujqësisë, veterinarisë, teknologjisë ushqimore, duke luajtur një rol kyç dhe të drejtë për drejtë në zhvillimin e vendit tonë. Historia e shkollës sonë pasurohet nga suksese të shumta të ish nxënësve që sot janë sipërmarrës, specialistë dhe profesionalistë të suksesshëm, duke dëshmuar se investimi në arsimin profesional sjell rritje dhe zhvillim të drejtë për drejtë të vendit. Këto histori frymëzimi përfaqësojnë dhe reflektojnë punën që bëhet çdo ditë me shumë përkushtim, kundër thuret ambicia dhe vizioni për të ardhmen. Jo rastësisht, ne sot ndodhemi në bazën didaktike të shkollës, një hapësirë që simbolizon qartë lidhjen mes arsimit dhe praktikës, mes dijes dhe zhvillimit konkret. Është ajo hapësirë ku ne hedhim hapat e parë drejt formimit ton profesional. Një ndër arritjet më të suksesshme për ne është pikërisht përurimi i Miar Shahini Excellence Farm, një projekt i realizuar me mbështetjen e Mashavit, agjencisë izraelite për bashkëpunim ndërkombëtar, një investim i cili po e transformon fermën tonë me hapa të shpejtë, duke e modernizuar dhe duke çuar në zhvillimin e një bujqësie të qëndrueshme. Kjo fermë përfaqëson shumë më tepër se sa një investim infrastrukturor, do thoja, është një platformë model edukimi, trajnimi, demonstrimi për nxënësit dhe gjithashtu një ndikim të rëndësishëm do të ketë dhe tek fermerët e zonës. Nëpërmjet këtij projekti, ne do të promovojmë metoda inovative kultivimi, ekonominë e gjelbër, teknologjinë moderne bujqësore dhe standarde të avancuara prodhimi, duke synuar si qëllim kryesor rritjen e cilësisë dhe produktivitetin e prodhimeve tona bio, të cilat ne tashmë i quajmë prodhime me 0 kilometër. Nxënësit me anë të gjithë këtij investimi do të kenë mundësi të zhvillojnë aftësi konkrete profesionale, ndërsa fermerët do të përfitojnë njohuri dhe modele të reja për zhvillimin e aktiviteteve të tyre sipërmarrëse. Ferma jon kështu po shndrohet në një qendër ekselence për bujqësinë moderne, duke dëshmuar qartë se arsimi profesional, kur mbështetet nga bashkëpunime të forta dhe vizion afatgjat, kthehet në një motor të fuqishëm transformimi për ekonominë shqiptare. Për ne,
Kjo është simbol i progresit, i bashkëpunimit ndërkombëtar, i përkushtimit të stafit, të qeverisë dhe i gjithë potencialit të jashtëzakonshëm të rinjve shqiptar. Sot më shumë se kurrë ne jemi krenar të përfaqësojmë një shkollë që nxit zhvillimin dhe ndërton të ardhmen në duar të sigurt të rinjve shqiptar. Ju falenderojmë sinqerisht dhe përzemërsisht për praninë tuaj në këtë ditë të rëndësishme, për mbështetjen ndaj arsimit profesional, rinisë shqiptare dhe zhvillimit të bujqësisë moderne. Tani kam kënaqësinë të ftoj në podium ambasadoren e shtetit të Izraelit në Shqipëri, zonja Gafit Peleg. Good afternoon, Prime Minister Rama, Minister of Agriculture, Mr. Sala, members of Parliament, representatives of government and Sala, profesorës të qeverisë, autoritetet vendore, ambasador, të nderuar, të ftuar, është nder dhe privilegj ynë të jemi këtu sot në këtë rast të veçantë. Inaugurimin e farmës së parë të ekselencës Moshav është e para e llojit vetë në Evropë. Sot është më shumë se sa thjesht hapja e një ambienti bujqësor, është kremtimi i një vizioni të ndërtuar mbi bazën e partneritetit, vlerave të përbashkëta dhe besimit të ndërsjellët që njohuria, inovacioni dhe bashkëpunimi mund të transformojnë jetë dhe komunitete. Që prej themelimit, Agjencia Izraelite për Bashkëpunim dhe Zhvillim, Mushaf, ka punuar në mbar botën me një besim qendror që mënyra më e kuptimt edhe e vazhdueshme për zhvillim është përmes bashkëpunimit, përmes partneriteteve të mirëfillta në mënyra që fuqizojnë komunitetet për t'i dhënë trajt të ardhmës së tyre. Ky besim na ka sjellë sot këtu. Theksi ynë ka qenë gjithmonë tek teknologji dhe zgjidhje praktike, të cilat nuk janë të hartuar vetëm për ekonomitë avancuar dhe industri të mëdha, por janë zgjidhje që i shërbejnë të tëra firmave të mëdha dhe të vogla, sepse inovacioni ka kuptim vetëm kur është i aksesueshëm, i qasshëm. Njohuria është fuqi vetëm kur ndahet me të tjerët dhe ka ndikim vetëm kur arrin njerëzit. Kjo është filozofia e kësaj firme dhe sot mund të shikojmë me krenari se si është kjo filozofi në praktik. Gjatë 6 muajve të fundit e kemi transformuar këtë firmë në një qendër moderne bujqësie për të mësuarin dhe inovacionet. Kemi ndërtuar 3 sera moderne, duke krijuar hapësirë ku fermerët dhe nxënësit mund të mësojnë dhe të kultivojnë me teknikat e mësuara gjatë gjithë vitin. E kemi pajisur me traktor, me pajisje moderne mieli për dele dhe për lop, edhe mjetet e tjera, domethënë që përmirësojnë efikasitetin dhe eficiencën në punën e përditshme të bujqësisë. Kemi instaluar një sistem vaditje me pikë të kontrolluar nga panele kompjuteri dhe pajisjet të tjera që kanë të bëjnë me klimën. Këtu jemi pranë Shqipëri. Dhe ky është vetëm fillimi. Ne shpresojmë që kjo firmë të bëhet shumë më tepër se sa një vend demonstrimi. Ne e projektojmë si një vend ku fermerët vendor mund të vinë të mësojnë, të eksplorojnë, të eksperimentojnë dhe të frymëzojnë. Një vend ku studentët dhe profesionistët mund të fitojnë një aftësi të reja dhe të ndërtuara me kulturën tradicionale. Dhe shpresojmë që njohuritë e përftuara të mos shërbejnë vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Bujqësia gjithmonë ka patur të bëjë me rritjen, por rritja vërtet nuk matet vetëm me rendimentin e prodhimit të nga bimet, por matet edhe me forcën e komunitetit dhe me të ardhmen e cila bëhet më sigurt. Megjithatë, kjo firmë nuk ka të bëjë vetëm me bujqësinë. Është gjithashtu një simbol i diçkaje shumë më të madhe. Është një kapitull
tjetër për marrëdhëniet e shkëlqyera dhe të qëndrueshme midis Shqipërisë dhe Izraelit, që ka rënjët të prania shekullore e hebrejve në Shqipëri dhe të koha kur Shqipëria hapi zemrat edhe shtëpit për të mbrojtur dhe për të strehuar hebrejt gjatë Holokaustit. Por ajo nuk është vetëm, kjo marrëdhënie nuk është vetëm pjesë e historisë, ajo vazhdon edhe sot, edhe shet drejt të ardhmës. Ne kemi qëndruar pranë njëri tjetrit në kohë sfidash dhe nevojash, qoftë në luftën kundër terrorizmit, reagimin ndaj sulmeve kibernetike ose gjatë fatkeqësive natyrore, por edhe në arenën ndërkombëtare, shtetet tona kanë mbështetur njëra tjetrën. Dhe sot me këtë ferm ne po shkruajmë edhe një kapitull tjetër në këtë partneritet të ngushtë edhe të qëndrueshëm, një kapitull zhvillimi dhe përparimi, dhe prandaj më lejoni të shpreh mirënjohjen time të sinqertë atyre që e kanë bërë të mundur realizimin e këtij vizioni. Pikë së pari, dhe mbi të gjitha, zotë kryeministër Edi Rama, faleminderit për këtë projekt dhe për angazhimin tuaj të vazhdueshëm për misin midis Izraelit dhe Shqipërisë. Jemi vërtet të nderuar nga prania juaj këtu sot. Pjesëmarrja juaj na i jep këtij eventi, do me thënë më të madhe, do dohet të falenderoj ngushtësisht edhe ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Andis Salla dhe skuadrën e vet të dedikuar. Do dohet të falenderoja, nuk mendoj se është këtu, por ish ministrin që është përfshirë në këtë projekt, Anita Denaj. Veçanërisht do dohet të falenderoja drejtoren e shkollës profesionale Mel Shahini dhe stafin e vetë mrekullueshëm. Dhe ajo që është më rëndësishme, studentët në duart e të cilëve e lëm këtë ferm dhe të ardhmen në sektorit të bujqësisë në Shqipëri. Studentëve do të thosha, kjo është mundësia juaj, përgjegjësia juaj dhe ardhmja juaj. E di që ju do të tregoni kujdes, do ta kultivoni dhe do ta shfrytëzoni në mënyrë më të mirë këtë ferm, dhe shumë për ju do bëhen si përmarrësit, inovatorët e bujqësisë në Shqipëri dhe drejtuesët të ardhmës. Së fundi do doja të falenderoja skuadrën Mashat që është mbështetëse, si dhe qendrës së Mashatit zotë Goldis, që ka drejtuar këtë projekt, skuadrën e Shqipërisë, dhe le që kjo ferm të rritet edhe simbolikisht edhe në kuptimin e drejt, ne themi në hebraisht që ata që mbjellen me përpjekje do të korrin me gëzime. Së bashku ne po mbjellim shpresë dhe jam besim plot që në vitet që kemi përpara Shqipëria do të korrë sukses të madh nga ky vend. Faleminderit shumë. Tani kam kënaqësinë të ftoj në podium ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, zoti Andi Salla. Shumë faleminderit të gjithëve, përshëndetje kryeministër, nderuar ambasadore, të nderuar kryetarët pushtetit vendor, student dhe fermer. Është kënaqësi të jem sot në Cerrik, jo vetëm si minister i bujqësisë, por edhe si një person që ka shërbyer për vitesh në këtë komunitet ku roli i bujqësisë është i rëndësishëm në ekonominë vendase, ku qeveria, por edhe me partnerët tanë kemi investuar dhe vazhdojmë të investojmë në sektorin bujqësor, ku dua të falenderoj sot ambasadoren për mundësinë që i jep shkollës profesionale me Al-Shahini në këtë projekt, domethënës ku i shërben jo vetëm studentëve dhe pedagogëve, por edhe komunitetit dhe fermerëve të cilët janë në këtë zonë bujqësore. Me qeverinë shqiptare, patjetër që ne jemi duke investuar në zonën e Cerrikut nëpërmjet bashkive, nëpërmjet të gjithë Shqipërisë, ku në ujitje kullim, por edhe në investime të tjera në teknologjinë moderne, në inovacion, ku për pak ditë ne dalim me një paket të gjithë në digitalizim, ku digitalizimi jo vetëm si koncept digitalizim në tërësi për investime, por duke asistuar ndaj fermerëve, duke i dhënë mundësi fermerëve të kenë në kohë reale të gjithë informacionin e dur nëpërmjet telefonit, nëpërmjet aplikacionit që do të vënë në dispozicion, por edhe mundësive të tjera nëpërmjet
sensorëve në kohë reale për të pasur ne mundësinë kur duhet vadisim, kur duhet plerojmë dhe kur duhet i shërbejmë të gjithë mbjellave të cilët ne kemi. Kjo është teknologjia që shumë shpejt ne vendosim për fermerët, për të investuar jo vetëm në paketën të cilët kemi vendosur nga qeveria shqiptare për 52 milion eurosh për garancinë dhe masat e reja që kemi ndaj AZBR-s, në mundësinë që e japim në 10% dhe atë çfarë ne bëjmë duke shërbyer çdo ditë fermerëve, duke qenë pranë tyre në terren dhe duke marrë çdo informacion për ta përkthyer atë në buxhete, për ta përkthyer atë në ide dhe atë çfarë ne po bëjmë më së miri në mbështetje të fermerëve dhe mbështetje të bujqësisë shqiptare. Pak metra më nga këtu ku jemi, kemi investuar me donatorët një nga projektet inovatore në Shqipëri, të cilët është grumbullimi i mbetjeve bujqësore, duke i kthyer ato në një nga plerët për të ulur kostën e bashkive, por edhe për të pasur në një bashki më të pastër. Duke investuar në sektorin bujqësor, ne ndihmojmë jo vetëm këtë zonë, ndihmojmë edhe të gjithë zonat e tjera përreth, duke pasur modele ku edhe bashkia tashmë ka nxjerrë një nga portalet më inovatore në Republikën e Shqipërisë, ku është implementuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe patjetër që me bashkinë suporti nëpërmjet edhe SHPB-ve që ne po bëjmë në gjithë territorin, ku deri tani kemi 20 SHPB. Por dua të theksoj që një model shumë i mirë nga Cerriku, ku bashkia ka investuar në pikën e parë të grumbullimit të produkteve bujqësore në perime dhe fruta, ku bashkia do ta vënë në dispozicion të fermerëve, ku ka dhomë frigoriferike, zyra të saktuara dhe ambient të rrethuar me gjithë facilitetet e duhura për një SHPB ku ne duhet shkojmë nëpërmjet bashkive që jemi duke e bërë, por një shembull i tillë do të vazhdojë të ndiqet në gjithë bashkitë e Shqipërisë, në 61 bashkitë. Duaj që nëpërmjet ambasadës së Izraelit sot ne nuk kemi vetëm këtë projekt, por kemi edhe projekte të tjera ku për pak ditë bashkë me ministrin e bujqësisë së Izraelit kemi marrëveshje me kuptimin për investimet në sektorin bujqësor dhe për ta çuar në një tjetër hub bujqësinë shqiptare si modeli shumë i mirë i Izraelit edhe në Shqipëri. Shumë faleminderit gjithëve dhe punë të mbarë. Me nderë dhe shumë kënaqësi, ftoj tani në podium kryeministrin zoti Edi Rama. Unë do ta nis duke falenderuar të gjithë trupën mësimore të shkollës për kushtimin dhe kontributin, po edhe për këtë mikpritje, ku me shumë kënaqësi jam së bashku me një mike të çmuar të Shqipërisë dhe një punëtore të palodhur për të bërë të mundura eksperienca si kjo e sotmja, ambasadoren e Izraelit, dhe së bashku me të dhe me një grup dashamirësish, ndër të cilët janë edhe 3 protagonistët e këtij programi që mi prezantoi ambasadorja pak më parë, të cilët kanë ardhur këtu për të ndarë me pedagogët dhe me studentët eksperiencën e tyre, dijen e tyre dhe çfarë ata kanë mësuar në një vend i cili e ka nisur ngritjen e bujqësisë në shkretir dhe duke mos pasur ujë. Dhe sot është një vend që është një pasqyrë shëmbullore e asaj që mund të bëjë mendja e njeriut kur gjendet në situatën që të krijoj rrugë të reja dhe të gjej shtigjet për t'i mbijetuar kushteve të pafavorshme gjeografike.
Në ndërkohë që ne kemi gjithçka na duhet, por ajo që na ka munguar për një kohë të gjatë ka qenë pikërisht një fokus tek inovacioni dhe tek eksperiencat më të mira. Prandaj jam shumë falenderues miqve tanë izraelit për këtë kontribut këtu dhe duket si një kopësht i një shtëpie, por në fakt është zemra e një ferme eksperimentale, ku siç na treguan edhe drejtoria me njërin nga studentet, këtu bëhen eksperimente me kultura të ndryshme, ndërkohë që në anën tjetër janë edhe baktit me të cilat punojnë nxënësit bashku me pedagogët. Sot qelloi rastësisht që unë të isha përpara se të vija këtu me ish rektorin e famshëm të Universitetit Bogut Vjenës, që është universiteti i bujqësisë, që është universiteti i zhvillimit rural dhe i burimeve të natyrës, ndër më të famshmit në Europë, dhe me cilin Universiteti ynë bujqësor ka bërë një partneritet strategjik, me synimin që deri në fund kësaj dekade ne të kemi një njësim të programeve me Vjenën dhe dekada e ardhshme të jetë dekada ku të gjithë studentët tanë të mund të marrin diploma të barazvlefshme me diplomat e Universitetit Bogut Vjenës. Edhe sot profesori më dha një informacion të detajuar mbi ecurinë e reformës shumë kuptimplot që po bëhet në atë universitet dhe mbi hapat e tjerë që duhen hedhur, por arsyeja pse solla këtu këtë është se me shumë kënaqësi pash që shifrat e interesimit për të bërë pjesë e Universitetit Bujqësor të Tiranës nga ana e të rejave dhe të rinjve janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Edhe kjo vjen si rezultat i faktit që vajzat dhe djemtë e këtij vendi kur shohin një mundësi për të edukuar edhe për të arritur të marrin dije cilësore, nuk e lën atë mundësi pa e shfrytzuar, dhe gjithë ato paragjykime dhe gjithë ato stereotipet krijuara për vite të tëra lidhur me fshatin, me bujqësinë, me universitetin bujqësor, bien si kështjella rëre kur një mundësi reale shfaqet dhe kur si rezultati një pune të madhe të bërë në këto vite, hap pas hapi, me vështirësi, pa pasur edhe shumë mjete financiare në dispozicion si fillim, krijohen kushtet që pas kësaj gjërat marrin një drejtim tjetër. Kjo është, besoj unë, edhe arsyeja pse ne kemi të gjitha shkaqet për të qenë optimist edhe për këtë program, edhe për këtë shkollë, edhe për këtë bashki që ka hedhur hapa kurajoz edhe hapa të admirueshëm në drejtim të vënies në shfrytëzim të atyre që ofron sot teknologjia në funksion të zhvillimit qëndrueshëm, në funksion të uljes kostove, në funksion të rritjes cilësisë mjedisit dhe të pastërtisë të tij e kështu me radhë. Kështu që më vjen shumë mirë për këtë zhvillim kaq pozitiv në drejtim të bashkëpunimit për sa i përket fshatit, për sa i përket tokës, për sa i përket burimeve ujore dhe një bujqësie cilësore.
Dhe jam besim plot se ky është vetëm një hap, në ndërkohë që, siç e tha dhe ministri, presim me padurim që të firmosim dhe një marrëveshje të rëndësishme me qeverinë e Shtetit Izraelit për të hapur një kapitull tjetër në këtë marrëdhënie që për ne është shumë e rëndësishme për të marrë sa më shumë dije dhe për të transferuar në Shqipëri sa më shumë eksperiencë nga ajo që e ka bërë atë vend një vend shembull, pararoj në inovacion edhe në të gjitha fushat, përfshirë edhe bujqësinë, ku siç e thash, asgjë nuk ka qenë në favor të një zhvillimit suksesshëm në aspektin e asaj që shteti ka pasur në dispozicion, një shkretir pa ujë. Shumë faleminderit gjithë dhe në fund faleminderit dhe miqve që kanë ardhur këtu në respekt të ftesës që i ka bërë ambasadorja nga vende të tjera. Uroj shumë që një ditë të rikthehemi dhe të shikojmë të tjera gjëra të bukura të bëra fal këtij bashkëpunimi dhe bashkëpunimeve të tjera që ka shkolla dhe komplimenta edhe drejtoreshës. Edhe faleminderit gjithëve. Për të finalizuar të gjithë investimin e bërë për jetësimin e fermës sonë që tashmë do të ketë kushte bashkohore, kushte moderne, do të jetë një nga fermat më të zhvilluara të zonës që do t'i shërbejë jo vetëm nxënësve, por edhe fermerëve, ftoj zotin ministër, drejtoreshën e shkollës për përurimin e fermës sonë moderne. Kjo është truri I gjithë fermës. Neve kemi bërë një organizim të radite me pika, dhe që këtu komandohet gjithçka. Kjo komandohet me celular, sepse është komplet moderne dhe high-tech, dhe bëjnë dhe përzierja e plerave bashkë me ujin për të vaditur ato gjë. Kjo ka qenë një serë ekzistuesi, mendon që tradita të bashkohet me teknologjinë bashkohore për të sjellë atë që quhet moderne dhe për të krijuar një brend. Pra, në traditës dhe duhet të krijojë brendin shqiptar dhe nëpërmjet teknologjive që duhet të demonstrojnë, të sjellin këtu, ja u transmetojnë të tjerë. Kjo është sera përvuese. Është e re. Kjo është sera e këtërë. Deri tani ne bëni bujqësi tradicionale, në atë serën që kishim rreth 450 metra, ajo që I mungon të erdhi pikërisht nga ky investim, kështu që është për ne është Cikël I mbyllur. Është cikël I mbyllur dhe është modeli më I mirë sot për sot në shkollat bujqësore, kështu që kjo na bën krenar. Super. Kjo pastaj është pjesa ku nxënësit eksperimentojnë, ku bëjnë praktikat, klasat e bujqësisë deri në klasën e 11, sepse klasa e 12 pastaj kalon në teknologji bujqësore. Ajo që shkolla ka vënë ulën është krijimi ose nxitja e krijimit të SHPB-s Harvestat, që është ka filluar në shkollë dhe pastaj ka përfshirë dhe Bashkinë Cerrik dhe Bashkinë Gramsh. Ajo që duam të ngrejmë ne është ngritja e një lagu, që është Law Collection Group, për të shkrirë 2 bashki në një dhe si thua disa SHPB bashkë në një të vetë. Ne kemi bërë një klasë me të gjitha mjetet pajisjet që duhen edhe për anë agronomike, por edhe për komunikimin. Këtu mund të trajnohen studentë, këtu mund të trajnohen fermerë, këtu mund...